Një patrull rutin mbi oqeanin paqësor ishte gjithçka, por kur pilotët e gardës bregdetare amerikane pa një sos të shkruar në rënjën e një ishulli të shkret, ku nuk duhej të ishte askush, ata e kuptuan se po ndodhte diçka e tmerrshme. 3 persona kishin mbijetuar për 33 ditë duke ngrënë gjithçka që gjenin. A mundi ekuipazhit i shpëtonte përpara se një stuhi t'i glabëronte të gjithë? Togeri Riley Birs kishte kaluar shumë momente me presion të lartë në 10 vitet e tij me gardën bregdetare të SHBA-s, por sot nuk supozoi të ishte një prej tyre. Thjesht një patrull rutin mbi paqësor, asgjë më shumë. Rruga e fluturimit kalonte pranë ishullit Pelot. Një ishull i qetë, koralish i paprekur rreth 160 milje. Në verilindje të Jap, ishte lloj i vendi që pothuajse kur nuk kishte vizitor. Ndërsa Riley prekte komandat, avioni lëvizte butësisht mbi vijën e zbrazët bregdetare. Ai hodhi një sy poshtë në plazhin e bardhë si pluhur të ishullit, një shtrirje e hollë midis oqeanit të ndritshëm dhe pemëve të trasha. Pastaj diçka u zhvendos, mezi e dukshme si një ndezje pranë skajit të pyllit. Riley pothuajse injoroi, duke menduar se ishte një zog ose ndoshta drita e diellit që kërcente nga gjethet, por ndërsa u afruan diçka tjetër i tërhoqi vëmendjen. Pikërisht në buzë të rënjes, ishin ngërvishtur shkronja të mëdha në plazh SOS. "Shiko atë", bërtiti Riley, duke i treguar shpejt bashkëpilotit të tij, Toger Justin Doyle. "Ky është një SOS, dikush atje poshtë kërkon ndihmë." Justini u përkul përpara, syt i zgjeroheshin. "Kjo nuk është thjesht një shenjë në rër, dikush është seriozisht në telashe." Riley e ndaloi helikopterin në një kthes më të ngadalt duke u kthyer. "Njoftojeni me radio, le të bëjmë që një ekip shpëtimi të fillojë lëvizjen, por unë dua të shoh saktësisht me çfarë po merremi fillimisht." Justini ishte tashmë duke kërkuar radion ndërsa Riley skanonte ishullin përsëri. Lëvizja nga më parë hyri në fokus. Tani, qartësisht të dukshëm pranë në mesit të ishullit ishin njerëz. "Djem, shikoni këtë", tha Riley, zëri i tij i ulët i tensionuar, gjoksi i tij i shtrënguar. "Nuk duhet të ketë askush këtu. Ky ishull duhet të jetë bosh." Ndërsa ulën lartësinë, stomaku i Rileyt u fundos. 3 figura qëndronin në plazh, duke tundur duartet me gjithçka që kishin. Edhe nga ajri, kornizat e tyre të holla dukeshin të konsumuara dhe të dopta. Mënyra se si lëviznin, të panikosur, urgjente i dhan Rileyt dridhje në shpinë. Pranë, një varg ishte tërhequr në rër. "O Zot, jo", mori frym Riley, syt e ngulur në skenën poshtë. "Ata duken sikur kanë ngecur këtu për gjithmonë." Helikopteri i gardës bregdetare rinte pesull mbi ishullin Pelot, ndërsa Riley dhe pjesa tjetër e ekuipazhit morën pamjen e plot. Poshtë 3 persona, një grua dhe 2 burra, po valvisnin me gjithçka që kishin, qartazi të dëshpëruar për t'u parë. Rrobat e tyre ishin të grisura, trupat e tyre të hollë dhe të konsumuar. Ata kishin qenë të strandenduar për një kohë të gjatë. Shoku e goditi Riley fort, por shpejt i la vend urgjencës. Këta njerëz kishin nevojë për ndihmë shpejt. Plazhi i sheshtë ofronte pothuajse asnjë mbrojtje, dhe vetmja shenjë strehimi ishte një kasullë e vogël ashpër e fshehur poshtë palmave. Ajo dukej se ishte hedhur së bashku nga copa dhe mbeturina. Ky nuk ishte një vend ku dikush mund të mbijetonte për shumë kohë. "Ne duhet t'i heqim ata nga ky ishull tani", tha Riley, zëri i tij i qëndrueshëm por i vendosur. "Ata nuk do të zgjasin shumë më gjatë", por ndërsa ai tha këtë, diçka në horizont e bëri stomakun e tij të shtrembërohej. Qielli i oqeanit, i cili kishte qenë kryesisht i pastër, po fillonte të errësohej shpejt. Rrete trasha po rrotulloheshin shpejt dhe të zemruara, duke u shtrirë drejt ishullit dhe duke dërguar shpërthime të mprehta erë që tronditën helikopterin. Justini e vuri re gjithashtu. "Kemi telashe, Riley", tha ai, duke kontrolluar radarin. "Stuhia po vjen nga jug perëndimi, po lëviz me shpejtësi sa parashikohej." Duart e Riley shtrënguheshin në komanda. "Sa kohë para se të na godas?" pyeti ai. Megjithëse një pjesë e tij e dinte tashmë, Justini kontrolloi ekranin, ndoshta 30 minuta maksimumi. "Nëse nuk lëvizim shpejt, do të jemi pikërisht në mes të saj." Mendja e Rileyt po garonte. Të ngecurit kishin nevojë për ndihmë të menjëhershme, por fluturimi në një stuhi për një shpëtim ishte një rrezik.
Era ishte tashmë mjaft e ashpër, saqë e bënte uljen e një vinçi pothuajse të pamundur. Deti poshtë po fillonte të trazojë, duke përjashtuar çdo ulje në ujë dhe duke thirrur helikopter rezerv. Kjo nuk do të ndodhë në këtë mod. Ata po mbeteshin pa opsione shpejt. Lëshoni një radio dhe furnizime emergjence, urdhëroi Riley shpejt. Ne duhet t'i mbajmë ata të qëndrueshëm derisa të mund të kthehemi këtu. Ekuipazhi lëvizi shpejt duke bashkuar një paketë ushqimi, ujë, një çantë mjekësore bazë dhe një radio 2 drejtimeshe. Ato u hodhën dhe goditën tokën në një distancë të shkurtër nga tre të ngecurit, të cilët u nxituan drejt saj pa hezitim. Ndërsa ata hapën paketën, Riley foli në kufjet e tij, zëri i tij shtrënguar nga shqetësimi. A mund të na ndëgjoni? Disa sekonda kaluan, pastaj një zë i dridhur u ndëgjua përmes radios. Po, ju dëgjojmë. Faleminderit, ju lutem na ndihmoni. Kjo është garda bregdetare e SBA-s, Riley, duke përpjekur ta mbante tonin e tij të qetë. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar, por një stuhi e madhe po vjen. Ne duhet të kthehemi në bazë tani për tani. Ne lëshuam furnizim me ushqim, ujë dhe një çantë mjekësore, por duhet t'ju ndihmojmë derisa të mund të kthehemi tek ju. Kishte një pauzë, vetëm statike. Pastaj i njëjti zë u kthye i papërpunuar dhe lutës. Jo, mos na lini, ju lutem. Kemi qenë këtu jashtë 33 ditë duke ngrënë gjithçka që mundemi. Miu, Guaska, kemi pirë ujë shiu, por Rita nuk është mirë. Sheqeri në gjakun e saj është vërtet i ulët. Ju lutem, kemi nevojë për ndihmë. Riley gëlltiti fort. Faj u vendos si një peshë në gjoksin e tij. Më vjen keq, tha ai, zëri i shtrënguar. Nuk kemi zgjidhje, stuhia është shumë afër, nuk është e sigurt të provosh një shpëtim tani, por unë premtoj se do të kthehemi. Era u ngrit papritur, duke goditur avionin fort dhe duke e tronditur pak. Poshtë të ngecurit u lëkundën, duke kapur furnizimet ndërsa pikat e para të shiut filluan të bien. Riley, duhet të lëvizim, tha Justini me urgjencë. Dukshmëria është gati të bjerë, nëse nuk largohemi tani, nuk do t'ja dalim. Riley ngriu për një moment, duke parë poshtë 3 figurat e vogla, pastaj me një frymëmarrje të thellë ai e tërhoqi avionin. Ai u kthye një herë, duke parë pas disa rreth e errta rrotulloheshin shpejt, duke gëlltitur ishullin e vogël derisa mezi ishte i dukshëm. Një moment më vonë shiu goditi fort, duke mjegulluar oqeanin poshtyre. Ai e dinte se stuhia e bënte qëndrimin të pamundur, por kjo nuk e bëri lënien e tyre të ndihej më e lehtë. Ajo që i jepte një fije paqeje ishte se ata lëshuan furnizime të mjaftueshme për të ndihmuar ata gjatë gjithë natës. Më shumë patrulla dhe helikopter mbështetës ishin duke u rreshtuar tashmë për mëngjesin e nesërm. Në mes të natës Riley u ngrit. Një pilot i kthyer nga një furnizim i vonë tha: "Ata po mbahen", zëri i tij ulët, "por mezi, ne duhet t'i heqim ata para mëngjesit." Të nesërmen në mëngjes, qielli ishte kthjelluar mjaftueshëm për të lëvizur. Riley dhe ekipi ishin përsëri në ajër, duke fluturuar ulët mbi oqeanin e trazuar, ndërsa qëndruan pezull mbi plazh të ngecurit erdhën në pamje. Në dritën e ndritshme të mëngjesit ata dukeshin më keq se më parë, lëkurë zbet, sy të fundosur, rroba mezi mbaheshin së bashku. Ata ulën vinçin, duke dërguar një rip. Burri i parë u ngjit, duart i dridheshin aq keq sa pothuajse i humbi ripat. Kur arriti në kabinë, ai mezi mund të ulej, pastaj erdhi gruaja Rita. Kur ajo u ngrit më në fund në ajër, trupi i saj dukej aq i lehtë sa dukej sikur mund të notonte larg. Sapo ishte brenda, mjekët kërcyen, duke kontrolluar shenjat vitale dhe duke filluar trajtimet emergjente. Me të gjithë në bord, helikopterët u kthyen drejt Bregdetit. Mjekët i dhan Ritës glukos me njerë, duke përpjekur ta stabilizonin sheqerin e saj në gjak. Një nga burrat, zëriti i ashpër dhe mezi një pëshpëritje, u përpoq të shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Ne u goditëm nga një stuhi. Na u doq pjesa më e madhe e karburantit. Thjesht duke u përpjekur të qëndronim në sipërfaqe. Pas kësaj thjesht lëvizëm me rrym, menduam se ishte fundi. Riley dha një tundje të vogël të kokës. Jeni të sigurt tani, ne po ju dërgojmë në spital. Ata ishin nisur nga Puop drejt Puloples në një skaf 23 këmbësh, kur stuhia goditi, ata humbën karburantin dhe lëvizën larg kursit. Përfundimisht ata u hodhën në ishullin Pajot.
nga ku kishin filluar, për Railin dhe ekipin e tij. Ky mision do të mbetej me ta për një kohë të gjatë. Imazhi i 3 figurave të holla që valvisnin nga një vend që supozoi të ishte bosh, ky ishte diçka që nuk harrohej. U tregoi të gjithëve se si edhe shenja më e vogël mund të shndrojë në diçka që ndryshon jetën. A mund të imagjinoni të ngecur për më shumë se 1 muaj në një ishull të largët? Mendoni se do të kishit forcën të vazhdoni?